Ju lutem të qëndroni në këmbë për raportin e komandantit të qendrës për studime përvestare Major Mimoza Budeci para ushtruesës së detyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës, shkëlqësinë e saj, zonja Alberina Azeu dhe intonimin e himnit shtetëror të Republikës së Kosovës. Kadet, ushtar, nën oficer dhe oficer. Nderime atë dheut.
Ju lutem, mund të uleni. Të nderuar të pranishëm, mirë se keni ardhur në kazemen Adem Jashari në ceremoninë e diplomimit të kadetëve të klasës 2026 të Qendrës për Studime Universitare, ceremoni të cilën e shpallim të hapur. Qendra për Studime Universitare u themelua në vitin 2005, si një ndër kurthemelet e ndërtimit të edukimit profesional ushtarak në Republikën e Kosovës. Objektivat e kësaj qendre janë që të mishëroj kadet oficerët me vlerat ushtarake, të përgatis ata që të jenë fizikisht të fortë, moralisht të drejtë dhe mentalisht vigjilent. Të aftësoj për të marrë vendimet e drejta dhe të gjykoj drejt në situata sfiduese dhe të vështira. Të zhvilloj si individ për të komunikuar, për të integruar dhe për të bashkëvepruar në mjedise të ndryshme. Për 2 dekada me radhë, Qendra për Studime Universitare ka qenë zemra akademike e edukimit ushtarak në Kosovë, duke formuar breza të tërë oficerësh që sot shërbejnë me nder dhe profesionalizëm në pozita kyçe brenda Forcës së Sigurisë Kosovës. Për 20 vite, Qendra për Studime Universitare ka qenë dhe është simbol i suksesit, disiplinës dhe përkushtimit. Dhe këto vite nuk përfaqësojnë thjesht një numër, ato përfaqësojnë një trashëgimi të ndërtuar me përkushtim, dije dhe besim në të ardhmen e vendit. Ne po ashtu do të ndajmë me ju disa të arriturat tona gjatë këtij viti akademik. Vazhdimi i programit të shkëmbimit ndërkombëtar të kadetëve, ku 3 kadet nga Kolegji Mbretëror Ushtarak Saint-Jean në Kanada ndoqën studimet për një semestër në Qendrën për Studime Universitare, ndërsa 4 kadet tanë studiuan në Kolegjin Saint-Jean në Kanada. Në shkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit për shkëmbimin e kadetëve me Universitetin Norvegjë në Vermont të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku në fillim të vitit akademik Qendra për Studime Universitare do të dërgoj kadet për të vijuar studimet për një semestër. Pjesëmarrja në mbi 10 aktivitete ndërkombëtare, të cilat kanë forcuar imazhin dhe rolin e qendrës tonë si një institucion me standarde të larta. Këto janë dëshmi të qarta se trajnimet, metodologjia dhe filozofia jonë arsimore janë në përputhje të plot me praktikat më të mira ndërkombëtare, duke i dhënë Qendrës për Studime Universitare statusin e një partneri të besueshëm në fushën e arsimit ushtarak. Të nderuar të pranishëm, tani kam nderin të ftoj shkëlqësinë e saj, zonja Albolena Agjiu, ushtruese e detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, njëherët komandante supreme e Forcës së Sigurisë Kosovës, që të merr fjalën. I nderuar Kryeministër i Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti, i nderuar Ministër, zotri Ejup Maqedonci, i nderuar General Lejtnant Jashari, të nderuar atashe ushtarak, përfaqësues të Naltit, KFOR-it dhe partner ndërkombëtar, i nderuar personeli i Akademisë së Mbrojtjes, të dashur prindër dhe familjar, dhe mbi të gjitha të dashur kadet të klasës 2026. Sot kam nderin të jem mes jush në cilësinë e ushtruesës detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, në ditën kur ju, brezi i ri i oficerëve, po e mbaroni shkollimin në Akademinë e Mbrojtjes dhe po hyni në shërbim të Republikës. Kjo ditë u përket para së gjithash juve, kadet të klasës 2026. U përket familjeve tuaja që e kanë përcjell nga afër mundin, disiplinën dhe pritjen e këtyre viteve. I përket akademisë që ju ka formuar dhe Forcës së Sigurisë Kosovës, që sot merr në radhët e saj oficer të rinj të përgatitur për përgjegjësi më të mëdha se vetja e tyre. Të dashur kadet dhe nga sot oficer të rinj. Me diplomimin tuaj përmbyllet një kapitull i rëndësishëm i formimit tuaj dhe nis përgjegjësia e shërbimit si oficer të Republikës. 4 vite më parë ju e nisët këtë rrugtim me ëndra, ambicie dhe me vendosmëri për t'i shërbyer atë dheut. Gjatë këtyre viteve ndoqët programin e integruar akademik dhe ushtarak, duke përfituar njohuri universitare dhe njëkohësisht duke kaluar përmes edukimit, stërvitjes dhe formimit ushtarak në Akademinë e Mbrojtjes së Forcës së Sigurisë së Kosovës. Formimi që keni marrë ju ka dhënë dije, disiplinë dhe një kuptim të qartë të përgjegjësisë që mban oficeri.
Pajisjet moderne, teknologjia dhe standardet e reja kanë vlerë kur vihen në duart e njerëzve që dinë të gjykojnë drejt, të qëndrojnë të qetë dhe të veprojnë gjithnjë me integritet. Grada do të vendoset mbi supet tuaja, por pesha e saj do të matet në karakterin tuaj. Një oficer fiton besim me sjellje, me ndershmëri, me kujdes ndaj njerëzve që i besohen dhe me gatishmëri për të marrë përgjegjësi edhe kur vendimi mund të jetë i vështirë. Njerëzit mund të respektojnë gradën, por e ndjekin vetëm karakterin. Ju po diplomoni në një kohë kur siguria ndërkombëtare po përballet me sfida të reja. Konfliktet, kërcënimet hibride, sulmet kibernetike, dezinformimi dhe përpjekjet për të adopsuar një shtet nga brenda na kujtojnë se paqja ruhet me përgatitie, me vigjilencë dhe aleanca të forta. Për këtë arsye, përgjegjësia juaj është shumë e madhe, duke filluar nga mbrojtja e integritetit territorial, sovranitetit të vendit tonë, të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, të rendit demokratik të lirisë dhe të sigurisë së çdo qytetari në Republikën e Kosovës. Shërbimi juaj nis me vedijen se Republika nuk është dhuratë. Ajo ngrit mbi përpjekjen shekullore për liri, mbi sakrificën e popullit tonë dhe mbi luftën çlirimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Heroizmi i komandantit legjendar Adem Jashari dhe sakrifica e familjes Jashari mbeten përjetësisht simbol i guximit i lirisë dhe i vendosmërisë së popullit tonë për të jetuar i lirë. Duhet të shërbeni me krenari dhe me përulje para sakrificës së atyre që e bën të mundur Republikën e Kosovës. Historia jonë e re është e lidhur edhe me aleatët tanë, në çlirimin e Kosovës, në ndërtimin e paqes, në ngritjen e institucioneve dhe në zhvillimin e kapaciteteve të mbrojtjes. Kosova ka pasur pranë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO-n dhe vendet mike. Për këtë mbështetje, Republika e Kosovës mbetet mirënjohëse. Ruajeni besimin e qytetarëve dhe forcojeni bashkëpunimin me aleatët tanë përmes punës, disiplinës dhe standardit që do ta tregoni çdo ditë. Forca e Sigurisë Kosovës së bashku me policinë tonë janë institucione që gëzojnë bezimin më të madh të qytetarëve dhe ky besim është kapitali ynë më i çmuar. Ruajeni e forcojeni edhe më tej atë sepse besimi fitohet me profesionalizëm, por ruhet me vlerat e pazëvendësueshme, të besnikërisë, të ndershmërisë dhe të integritetit. Në këtë festë të përbashkët, ripërsëris se synimi ynë strategjik mbetet i pandryshuar. Republika e Kosovës i takon familjes euroatlantike dhe antarësimi në NATO është objektiv shtetëror dhe interes strategjik i Republikës së Kosovës. Ky synim lidhet me sigurinë tonë, por edhe me orientimin tonë të qartë demokratik, për paqe, sundim të ligjit dhe siguri. Kam bindjen se pikrisht brezi juaj do të jetë ndër brezat që do të afrojnë Kosovën edhe më pranë këtij qëllimi historik. Dhe besoj që shumë prej jush do ta kenë privilegjin ta përfaqësojnë Republikën si oficer të forcave të shtetit më të ri, antar të NATO-s. Të dashur prindër dhe familjar. Kjo ditë u përket edhe juve, sikurse edhe gjithë neve. Ju keni qenë mbështetja e tyre në çdo hap të këtij rrugtimi për 4 vite. Keni ndarë me ta sfidat, mungesat, sakrificat dhe gëzimin e çdo suksesi. Në emër të institucioneve, qytetarëve dhe forcave tona, ju falenderoj për frymëzimin e edukimin që u keni dhënë, për vlerat që u keni përcjell dhe për besimin që keni pasur tek ata. Sot bijtë dhe bija tuaja hyjnë në shërbim të Republikës si oficer të rinj me detyrë ndaj qytetarëve, mbrojtjes së vendit dhe paqes. Një falenderim i veçantë shkon edhe për profesorët, për instruktorët, personelin e Akademisë së Mbrojtjes. Cilësia e punës suaj shihet te oficerët që dalin nga kjo akademi, te dija që ata mbartin, te disiplina që kanë fituar dhe te karakteri që kanë formuar. E ky është një prej investimeve më të rëndësishme që mund t'i bëhet sigurisë së Republikës së Kosovës. Në fund, të dashur oficer të rinj, uniforma që vishni nuk ju ndan nga qytetari. Ju lidh më shumë e të, sepse çdo gradë në FSK ka kuptim vetëm kur vihet në shërbim të Republikës dhe në shërbim të qytetarëve të saj. Nga sot çdo vendim që do të merrni do të bartë përgjegjësi, çdo urdhër që do të jepni do të ndikojë në jetën e qytetarëve, si dhe çdo veprim juaj do të përfaqësojë identitetin e forcës së sigurisë së Kosovës dhe Republikën tonë. Prandaj shërbeni gjithmonë me nder, udhëheqni me urtësi, veproni me integritet dhe qëndroni gjithmonë besnik ndaj betimit që do ta bëni sot.
Në emër të Republikës Kosovës ju përgëzoj për diplomimin tuaj dhe ju uroj suksese në detyrën tejet fisnike që keni zgjedhur. Qoftë e bekuar rruga juaj në shërbim të Republikës Kosovës, urime klasa 2026. Ju faleminderit shumë. Falenderojmë shkelësisinë e saj për fjalën. Tani kam nderin të ftoj shkelësisinë e tij, kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti, të merr fjalën. E nderuara ushtruese e detyrës së presidentes të Republikës Kosovës, zonja Albulena Agjiu, i nderuari ministri i mbrojtjes Ejop Maqedonci, i nderuari komandanti Forcës së Sigurisë Kosovës, general lejtnant Bashkim Jashari, të nderuar atashe ushtarak dhe të mbrojtjes të shteteve mike dhe partnere, të nderuar përfaqësues të KFOR-it e të NALT-it, të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar invalid dhe veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të nderuar partner të organizatave ndërkombëtare dhe vendore, të dashur qytetarë të Republikës, të dashur kadet të rinj të Forcës së Sigurisë Kosovës. Sot është një ditë e veçantë për ju dhe ditë krenarie për Republikën e Kosovës. Pikrish këtu në kazermën Adem Jashari, pra vendin që mban emrin e kryekomandantit të UÇK-s, ushtrisë sonë po i shtohen 12 oficer të ri, të cilët kanë përfunduar me sukses rrugtimin 4 vjeçar të përgatitjes akademike, ushtarake dhe të leadershipit. Nga sot nuk jeni vetëm oficer të rinj, por edhe udhëheqës të së ardhmes të ushtrisë sonë. Gjatë këtyre 4 viteve keni fituar dije, disiplinë dhe keni ndërtuar karakter ushtarak. Gjatë kësaj periude jeni mishëruar me vlerat ushtarake, vlera këto të cilët do t'ju shoqërojnë në çdo detyrë që do ta realizoni në shërbim të Republikës. Qeveria e Kosovës gjatë këtyre viteve mbrojtjen e ka vendosur si njërin ndër prioritetet kryesore. Kemi investuar mbi 460 milion euro në blerje të armatimit, kemi dyfishuar numrin e ushtarëve, kemi 4fishuar trajnimet, por mbi të gjitha kemi investuar në shkollimin dhe edukimin e ushtrisë. Këto janë komponent të rëndësishëm e do thoshim të domosdoshëm për të pasur një ushtri të përgatitur, të trajnuar, të pajisur, për të pasur një ushtri të shkolluar, një ushtri të fuqishme, një ushtri si kjo e jona që kemi tani e që do ta forcojmë edhe më shumë në të ardhmen. Në mandatin e ardhshëm do të investojmë 1 miliard euro në ushtri, do t'i kemi 1000 vajza e gra, pjesë të ushtrisë sonë, pra një rritje prej 2 herë gjysmë numrit aktual. Do të kemi fabrikën tonë për prodhimin e municioneve, do të kemi municionet tona, por më e rëndësishmja do të vazhdojmë të kemi ushtarakët më të përgatitur e më të shkolluar që kemi pasur ndonjëherë, sepse pjesëtarët tonë janë pasuria jonë më e madhe që kemi. Investimet në infrastrukturë, në sistemet e armatimit dhe edukimin e pjesëtarëve të ushtrisë sonë, të gjitha këto paraqesin dëshmi që po punojmë fort dhe së bashku, që të jemi ofrues të sigurisë duke plotësuar në vazhdimsi kriteret e nevojshme për të bërë antar i NATO-s, si një nga qëllimet kryesore të qeverisë sonë. Për më tepër kjo dëshmon që jemi partner serioz ndaj aleatëve tonë strategjik të shteteve të NATO-s. Të dashur oficer, nga sot mbi supet tuaja vendoset një përgjegjësi e madhe. Ju do të udhëheqni ushtar, do të merrni vendime të rëndësishme dhe do të jeni shembulli integritetit, profesionalizmit dhe përkushtimit ndaj detyrës. Udhëheqni gjithmonë me dijen që keni fituar, me guximin që keni, me drejtësi dhe me respekt, duke u përkujdesur për secilin ushtar që do ta keni në varësitë tuaja. Në momente më të vështira që do t'ju dalin përballë, në situata të rënda, kujtojeni gjithmonë se jeni pasardhës të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nga ajo trashëgimi e shenjtë burojnë forca, guximi dhe vendosmëria juaj.
Ajo është themeli i identitetit tuaj ushtarak dhe burimi i shpirtit luftarak, i cili ju jep aftësinë të qëndroni të palëkundur përballë çdo sfide dhe çdo rreziku që mund ta keni dhe në fund do të dilni triumfues ashtu siç ka ngadhënyer për herë ushtria jonë. Të nderuar familjarë të oficerëve, sot ju qëndroni këtu me një krenari që vetëm zemrat tuaja të mëdha e njohin, sepse përmes bijave dhe bijve tuaj po e forconi mbrojtjen e dheut dhe po jepni Republikës Kosovës më të çmuarën që keni. Prandaj shpreh mirënjohjen time të thellë për të gjithë juve, për mbështetjen që ua keni dhënë fëmijëve e familjarëve tuaj gjatë këtij rrugtimi. Gjithashtu falenderoj instruktorët dhe stafin akademik e ushtarak që kanë kontribuar në formimin e kësaj gjenerate të mrekullueshme. Republika e Kosovës ka nevojë për udhëheqës të përgatitur, me integritet dhe me vizion. Jam i bindur se ju ta përmbushni këtë mision me nder, duke bërë gjithmonë krenare forcën e sigurisë Kosovës dhe shtetin tonë të pavarur, sovran e demokratik. Urime edhe një herë për këtë arritje të jashtëzakonshme, ju dëshiroj suksese të reja përpara në shërbim të Republikës dhe të qytetarëve tonë. Falenderojmë kryeministrin për fjalën dhe në vazhdim ftojmë komandantin e qendrës për studime universitare, Major Mimoza Budeci, që të merr fjalën. E nderuara ushtruese e detyrës presidentit Zonja Agjiu, i nderuar kryeministër Kurti, i nderuar ministër Maqedonci, i nderuar komandanti forcës, general lejtnant Jeshari, i nderuar general major Cikaçi, general Dreshaj, general Isufi, të nderuar mysafir ndërkombëtar, oficer, nën oficer, ushtar të forcës, të nderuar familjar dhe ju të pranishëm. Ceremonitë e qendrës për studime universitare janë gjithmonë të veçanta. Janë të veçanta për shkak se në këtë ditë ne shënojmë dhe njohim të arriturat, sfidat dhe të gjitha sukseset e kadetëve tonë për të stafit tonë. Si që do tashmë tradita e krijuar, në fjalimin tim përmbyllës para juve për herë të fundit si kadet, unë do t'ju jap 3 mesazhe që do të këmbgul deri në fund që ju do t'i mbani në mend dhe do t'i zbatoni çdo ditë të jetës suaj si ushtarak. Këshilla apo mesazhi im i parë do të jetë: kadet, kur ju vendoset të zgjidhni uniformën, ju nuk zgjodhet karrierë, ju nuk zgjodhet një profesion, ju zgjodhet një mënyrë jetese. Një mënyrë jetese e cila kërkon sakrificë deri në vetë mohim. Ju zgjodhet që të vëni interesat të tjerëve, nevojat e institucionit dhe të shtetit para nevojave dhe interesave tuaja personale. Prandaj, mos harroni, detyra, nderi, adheu duhet të jenë udhërefyesit tuaj para çdo vendimi që do të merrni si drejtues të ushtrisë. Mesazhi im i dytë për juve: gjatë karrierës tuaj, ju do të keni ditë vështira, do të keni momente të vështira, do të keni edhe ditë të këqija. E fatmirësisht thomon, ato nuk do të jenë të pakta. Ju do të thoni pse fatmirësisht, sepse janë momente të vështira, sfiduese, ato që neve na rrisin si personalitete dhe na formsojnë si ushtarak. Nëse ju do dini të merrni vendimet e duhura në situata të paqarta dhe të pasigurta, atëherë ju do të tregoni leadershipin tuaj. E kur këto momente të vështira të vinë, unë kërkoj nga ju që të mos drejtoni gishtin nga askush, të mos kërkoni fajtorin diku tjetër, por të mbledhni vetë besimin tuaj, të pranoni përgjegjësitë që ju takojnë dhe të merrni vendimet e duhura. Dhe porosia apo mesazhi im i tretë që ndërlidhet me këtë të dytin është: djemë dhe vajza, sukseset do t'i ndajmë të tjerët, por përgjithësinë do t'a mbajmë gjithmonë në vete. Dhe mos harroni, ashtu siç do të ndodh me ne, edhe për juve, pas një kohe të caktuar, njerëzit nuk do të mbajnë mend as gradat që ju mbajtët, as përgjithësitë që kishi, por do të mbajnë mend ndikimin të njerëzit që ju udhëhoqet dhe teknjësitë që komanduat.
sa mundësi të reja krijuat për varësit e juaj, sa njerëz motivuat që të bëhen më të mirë, sa udhëhec të rinj krijuat. Mos harroni asnjëherë, udhëhecit e mirë janë ata të cilët krijojnë mundësi për varësit e tyre që në të ardhmen ata të jenë më të mirë se ta. Në përmbyllje të këtij fjalimi, unë dua të falenderoj komandantin e forcës, General Lejtnant Jasharin, për arsye se pa përkrahjen dhe besimin e ofruar, sukseset e Qendrës për Studime Universitare nuk do të ishin ato që janë sot. Dua të falenderoj prindrit dhe familjarët që gjithmonë mbështeten kadetët e tyre, po edhe një formë edhe shkollën dhe institucionin tonë me besimin që na dhanë. Dhe në fund, falenderimin më të ndjerë dhe më të veçantë, normalisht e kam dhe do ta kem gjithmonë për stafin tim, që në vazhdimsi në mbështetje të synimeve dhe qëllimeve të mia nuk kursyn asnjëherë veten dhe dhanë më të mirën gjithmonë. Gjenerata 2026, t'ju prijem bara. Faleminderit shumë. Faleminderit major për fjalën. Në vazhdim, bendi FSK-s do të performoj me një pikë muzikore. Tani do të shohim ekzekutimin e dridhullit ceremonial nga garda ceremoniale e kadetëve. Oh!
Të nderuar të pranishëm, në vazhdim do të bëhet ndarja e diplomave për kadetet e klasës 2026. Ftojmë që të bëjnë ndarjen e diplomave shkëlqësinë e saj, zonja Albalena Haxheu, ushtruese e detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës. Shkëlqësinë e tij, kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotëri Albin Kurti, komandantin e Forcës së Sigurisë Kosovës, general Lejtnant Bashkim Jashari, që të vinë në qendër podiumit për shpërndarjen e diplomave. Tani ftoj me radhë për herë të fundit si kadet që të pranojnë diplomat e tyre. Kadet Adhurim Topalli. Kadet Aldren Ramaj. Kadet Arbesa Zenuni. Kadet Bafte Nazifi. Kadet Berat Zeneli. Kadet Besnik Berisha. Kadet Dardan Syla. Kadet Deniz Berisha.
Kadet Endrit Nura. Kadet Jahir Fazliu. Kadet Risi Nuhiu. Kadet Ylli Syla. Në vazhdim, do të bëjmë ndarjen e shpërblimeve për të dalluarit në qendrën për studime universitare. Ftojmë Ministrin e Mbrojtjes, zotri Ejub Maqedonci, komandantin e Forcës së Sigurisë Kosovës, General Lejtnant Bashkim Jashari, komandantin e Doktrinës dhe Stërvitjes, General Brigade Jeton Dreshaj, të vinë në qendër të podiumit për dhënien e shpërblimeve. Gjatë 4 viteve të shkollimit, kadetët i nënshtrohen procedurave të vlerësimit të vazhdueshëm të rezultateve në të gjitha fushat, bazuar në rezultatet e treguara gjatë shkollimit 4 vjeçar nga kadetët e klasës 2026, shpërblimi për kadet i dalluar i ndohet kadet Dardan Syla. Për performancë të dalluar në cilësinë e instruktorit në qendër për studime universitare, rreshter i klasit të parë, Shahip Osmani, nderohet me medalje për shërbim vetmues nga Ministri i Mbrojtjes.
Ta njoftojmë kadet Ardan Syla të mbajë një fjalim në emër të klasës 2026. Të nderuar dhe shumë të respektuar familjarë të dëshmorëve, invalid dhe veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës. E nderuara ushtruese detyrës së presidentit të Republikës së Kosovës, zonja Albolina Axhio, i nderuari kryeministri i Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti, i nderuari ministri i mbrojtjes, zotri Joop Maqedonci, i nderuari komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, general lejtnant Gjashari, të nderuar general, kolonel, të nderuar ju përfaqësues të korit diplomatik, familjarë të dashur, mysafirë të nderuar dhe mbi të gjitha, kolegët e mi kadet. Sot qëndroj para jush me një ndjenjë që është vështirë të përshkruhet me fjalë. 4 vite më parë erdhëm këto mëndra të mëdha, por edhe me shumë paqartësi. Nuk e dinim se çfarë na preste. E dinim vetëm një gjë, se kishim zgjedhur të shërbenim vendit tonë. Këto 4 vite na mësuan se uniforma nuk është thjesht një veshje. Ajo është përgjegjësi. Është disiplinë kur askush nuk të sheh. Është karakter kur jeni në presion. Mirë po, rruga jo nuk fillon me ne. Ajo është vazhdimi një historie të shkruar me sakrificë. Sot, me respektin më të thellë, kujtojmë komandantin legjendar Adem Jashari dhe të gjithë dëshmorët e kombit, invalidet dhe veteranët që sakrifikuan me të shtrejtë jetë për lirinë të cilën ne sot e gëzojmë. Ne nuk i trashëguam vetëm lirinë, trashëguam edhe përgjegjësinë për ta mbrojtur atë. Uniformat që mbajmë sot është një amanet i tyre që besuan se një ditë Kosova do të kishte bit dhe bit të saj në shpërblim të atdhejut. Të zgjedhur kadetit dallore gjeneratës është një nder që pranoj me përulësi. Por e dim që ky vlerësim bon emrin tim, por nuk është vetëm i imi. Ajo përket prindërve të mi, cilët më mësuan të mos dorëzohem kurrë. U përket instruktorëve tanë, cilët na sfiduan çdo ditë që të bëshim më të mirë. Dhe mbi të gjitha, u përket shokëve të mi të klasës 2026, sepse askush nuk arrini vetëm. Në ditët më të vështira, ishim forca njëri tjetrit që na shtynin tesnin para. Të dashur kolegë, sot nuk është fundi i rrugtimit tonë, por fillimi i përgjegjësisë më të madhe të jetës sonë. Le ta kryejmë këtë detyrë me të njëjtin përkushtim që na solli deri këtu, me ndeshmëri, profesionalizëm dhe krenari, duke mos harruar kurrë arsyeën pse zgjatëm këtë uniformë. Faleminderit familjeve tona që na pritin me dorim pas çdo mungese dhe na qëndruan pranë gjatë çdo sfide. Faleminderit Akademisë së Mbrojtjes që na frymësoi, si dhe secili prej jush që u bë pjesë e këtij rrugtimi. Është nderi më i madh i jetës time të diplomoj sot me këtë gjenerat dhe ta pranoj këtë vlerësim në emër të gjithë atyre që besuan tek ne. Zoti e bekoft Forcën e Sigurisë së Kosovës. Lavdi e përjashme dëshmorëve të kombit. Zoti e bekoft Republikën e Kosovës. Faleminderit. Në vazhdim, oficerët më të rinj të FSK-s do ta bëjnë betimin para komandantit të qendrës për studime universitare, major Mimoza Budeci. Të nderuar të pranishëm, ju lutem të ngriheni në këmbë për aktin e betimit. Zdo të
Ceremoni me shpallin të mbyllur, faleminderit për pjesëmarrjen, i ftoj udhëheqësit shtretëror të bëjnë një foto të përbashkët me klasën 2026. Që shta kështu e li. Faleminderit shumë.